Projekti Jep Frymëlagjes, zbulo, adopto, gjelbëro, që ka për qëllim të kontribuojë në përmirësimin e mjedisit urban dhe rritjen e përfshirjes qytetare në qytetin e Vlorës përmes angazhimit të rinjve në adoptimin, gjelbërimin dhe rigjallërimin e hapësirave publike të neglizhuara, duke nxitur kulturën e kujdesit, bashkëpunimit dhe përgjegjësisë komunitare, finalizoi 2 ndërhyrjet rigjallëruese në qytetin e Vlorës, me pjesëmarrjen vullnetare të studentëve të Universitetit Ismail Qemali Vlorë. Në një intervistë për televizionin 6+1 Vlora, drejtore ekzekutive e Qendrës Change and Development, Tea Memushi, falendëron të gjithë pjesëmarrësit dhe bashkëpunëtorët, pa të cilët projekti nuk do të mund të zbatojë siç duhej, dhe thekson se në Vlorë tashmë 3 hapësirave publike u janë shtuar pemë, fidan, stola shlodhës dhe kosha mbeturinash, duke i kthyer në hapësira funksionale dhe të gjelbëruara. Jemi këtu sot për të finalizuar projektin Jepi Frymëlagjes, zbulo, adopto dhe gjelbëro, i cili ka si qëllim angazhimin e të rinjve të qytetit të Vlorës për rivitalizimin e 3 hapësirave të vogla publike të neglizhuara në këtë qytet. Ne sot kemi mundur së bashku me përfaqësues të Këshillit Studentor, studentë të Universitetit Ismail Qemali Vlorë që të rigjelbërojmë 2 hapësira të vogla publike të qytetit. Sot ndodhemi në një prej këtyre, ku kemi mundur që të mbjellim disa pemë frutor, pemë zbukuruese dhe fidan të vegjël, si dhe vendosjen e stolave shlodhës dhe koshave të mbeturinave. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë Bashkinë e Vlorës ndërmarrjen e shërbimeve publike dhe gjelbërimit, të cilët na kanë asistuar ne dhe studentët për ta bërë sa më mirë procesin e rigjelbërimit, si dhe patjetër donatorët që kanë mundësuar Koplanin, Institutin për Zhvillimin e Habitatit, mundësimin dhe realizimin e këtyre aktiviteteve të planifikuara në kuadër të projektit Jepi Frymëlagjes, zbulo, adopto, gjelbëro. Projekti është drejt përfundimit të tij, por organizata së bashku me Bashkinë Vlorë do të monitorojnë mirëmbajtjen periodike të hapësirave ku janë realizuar ndërhyrjet për të siguruar qëndrueshmërinë e nismës, duke shpresuar se në bashkëpunimin qytetar për mos të dëmtuar këto hapësira të kthyer tashmë në shërbim të komunitetit. Projekti Jepi Frymëlagjes, zbulo, adopto, gjelbëro, mundësohet nga projekti Grinal, mbështetja organizatave të shoqërisë civile 2024-2027, i cili financohet nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim, me fondet e qeverisë suedeze dhe zbatohet nga Koplan, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim me Visilbenja dhe Cooperazione per lo Sviluppo.